Me njërin do të flasim sot, është Auron Shaqiri, i cili do të jetë kandidat për Këshillin Komunal në Lozan të Zvicrës. Por, do të kujtoj një çështje mjaft të rëndësishme, që në kuadër të zgjedhjeve lokale, të cilat pra do të jenë në mars, Lozana e kemi thënë edhe më herët që është duke u përballë me sfida të mëdha. Për shembull, rritja e kostos së jetesës, strehimi i papërballueshëm dhe përfaqësimi i diversitetit në institucionet publike. Në këtë kontekst është Auron Shaqiri, i cili me profesion është sociolog dhe ka përardhje nga diaspora shqiptare, është kandidat gjithashtu në listën socialiste për Këshillin Komunal, që do të prezantojë vizionin e tij për një qytet më solidar, me barazi mundësish dhe pjesëmarrje aktive të qytetarëve. Kjo ka shumë rëndësi. Ka përardhjen tamam, domethënë, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia, ndoshta. Edhe mbi emrin e fuqishëm, Shaqiri. E pyesim vetë Auronin, mirë se erdhe. Mirë, shumë faleminderit për thirrjen. Unë jam Auron Shaqiri. Po? Jam lind dhe rritur nga Zvicra, por i kom prindrit nga Presheva. Nga Presheva. Nga Presheva. Po me Shaqirët, çfarë marrëdhënie ke? Me Gjerdanin, për shembull. Ju Shaqirët e famshëm atje. Nga ata mos si kom në familje. As i lirin, as Gjerdanin. Po nuk i dihet, ndoshta me kqyr pak më larg edhe dilni diçka në mesvete. Ne shqiptarë dalim diçka. Mirë, Auron në një kandidim. Komplimente edhe për të folën shqip, me që ke lindur dhe rritur në Zvicër. Shumë mirë flet shqip. Shumë faleminderit. Do të provoj, po i kom pas edhe prindërit që i kanë kushtuar shumë rëndësi për me fol shqip nga shtëpia, dhe kemi edhe këto shanca në Zvicër që kemi edhe mësimet shqip. Po, unë nuk e kisha komplimentu për këtë, sepse është obligim i secilit me njohë së pari gjuhën e vet. E vërtet. Por dikën që lindet dhe rritet në një shtet të huaj, duhet mi bë komplimente, se edhe këtu në Kosovë janë lolloj gjuhësh. Po, Auron, atë ndalemi tek kjo esenca kryesore, do të thënë kandidimi juaj tani që do të bëhet pikërisht në muajin mars, dhe kemi diskutuar edhe më herët për këto problemet me të cilat po përballen qytetarët atje, përfshirë zvicranët, kantonit. Po, dhe gjithë të tjerët. Vazhdojmë. Se kuptova mirë në pyetjen, më falni, abone edhe. Po patjetër, tham se në Zvicër do me thënë ka telashe apo probleme të ndryshme sa i përket çështjes së solidaritetit, problemeve të ndryshme me të cilat përballen atje qytetarët, qofshin zvicran, shqiptar apo dhe të nacionaliteteve të tjera. Dhe ky me gjas është synimi juaj që ta bëni këtë përfaqësim denjësisht dhe të ndroni paksa situatën në të mirën e qytetarëve. Do të provojmë me mas mire. Unë kom kandidatu si shqiptar, si zvicran, për Partia Socialiste të Lozanës. E kom marrë dhe një farë prejardhje për këtë punë, si më konë si paletra në Zvicër. Për mua është një rëndësie e madhe për me pas një farë vendi në Zvicër. Sidomos me reprezentu shqiptarët edhe këtë diversitetin që mujtët më konë në Zvicër, a shqiptar, a qerave shtete. Ka me dëvërtet rëndësi në Zvicër që pagët nuk shkojnë me qerat, me sigurimin që gjithmonë janë të përhyp. E na si parti dojmë me mbështet sa më shumë qytetarët për mirëpritjen e diversitetit edhe t'i përballojmë këto kushte. Për mirëqenie më të mirë të qytetarit, thënë më thjesht jeni ju, si do ta bëni, çfarë plane keni, cilat janë propozimet e juaja që do të arrini këtë, sepse e dim që posaçërisht qeraja për shembull në Zvicër është goxha e shtrejtë dhe jo shumë e përballueshme, përkundër asaj që të ardhurat janë të larta. Sidomos ka vendi Lemanik, ka është Lozana dhe Gjeneva, janë qerajet sa më të mëdha. Propozimi ynë si parti
socialiste është që ti kemi afër 30% të banesave që janë në Lozan të përballueshme për qytetarët. Do me thonë se ka projekte të mëdha për me ndërtu banesa, por masandej qerat janë të mëdha edhe për me mujt me banuat. Për qytetarët e Lozanës është shumë e vështirë për me përballu ato kushte. E na si parti kemi dëshirë që t'i blokojmë deri 30% të banesave që arritën për më konë me çmim të përballueshme për qytetarët. Ajo është një mënyrë që dojmë me avancu sa më Kjo iniciativë mbështetet nga ata që do t'ju votojnë për shembull, e kanë pranuar, duke ditur që në Zvicër shumë i përdorin shtëpitë me qira, në përgjithësi apartamentet me qira. Pothuajse gjithë zviceranë në para rrinë me qira se sa blenë një shtëpi, kam dëgjuar. Është e vërtet, është shumë e vështirë në Zvicër me pas banesë të veti. Janë disa sene që janë shumë komplekse për me pas banesën e vetë. Duhet për me 20% me pas me avancu parat të gatshëm, çmimet e banesave ose të shtëpive janë shumë të lartë, për me 100.000 ose me miliona franga që nuk është letë për me përballu ato sene. Po mirë, si do ta bindni, do me thënë ju, këtë elektorat, për shembull, cili është kuptimi i këtij hapi, si planifikoni që ta bëni këtë, që të mbështesin për të votuar për shembull listën tuaj? Na kemi dëshirë që secili qytetar në Lozan të jetë zviceran apo jo, të ketë një farë rrjedhimi social të barabartshëm, që ketë mundësi me gjetë banesë apo tjetë zviceran apo tjetë i huaj, se kemi e shohme edhe këtu në Zvicër që si ka diskriminime edhe për me gjetë banesa, si pas pika i jenë, a je nga Zvicra, a je ka në i qëtër shtetë, ose në cilin më falni se s'm pigjej shumë letë fjalët, po cilin kushtet që i keni. Po, çfarë nacionaliteti je, këtë sigurisht doni ta thoni. Nuk është më rëndësi preardhja, është më rëndësi që të jetë një jetë më e përballueshme për secilin qytetar në Zvicër. Por, pyetja konkrete është kjo. Si do t'i bindni që ju do të arrini këtë synim, këtë iniciativë, sepse me këtë ide edhe po aplikoni? Me këto ide aplikome i kemi edhe mundësiet për me përballu këtë sene, për shembull për banesat, ose për transportin publik, ose për disa lloj sene. Për shembull për banesat mujmë me pas një politik që i blokon secilin ndërtim të ri për me pas një disa përqindje të obligueshme për me një çmim të përballueshme. Se dia a kesh i shpjeguar mirë. Do më thonë nuk do të lejoni që të ketë ndërtesa të reja atje. Do t'i blokoni ndërtimet e reja. Jo, do të ketë, me obligime që një pjesë të atënve ndërtesave nuk mujtën më konë me një çmim të lartë që s'mujtët si cili banor me pas. Me kosto më të lirë, do me thonë. Por çfarë plani do të përdorni? Si do të arrini këtë për shembull, sepse secili do dëshironte që kostoja të jetë më e lirë. Por do me thonë deri tani nuk ka qenë e mundur dhe zviceranët nuk është që nuk dinë ose që nuk janë punëtor, s'kan arrit. Cila është ideja juaj që do ta realizoni këtë plan në mënyrë që ta merrni votën e qytetarit? Ka disa nese, na jemi në politikë komunale, nuk jemi në politikë kantonale ose federale, okay? Na si politikë komunale kemi mundësinë se secila shiqet banesës për shembull që të bëhet në Lozan, ose secili ndërtim të banesës që
që mujtë do të bëhet në Lozan, si politik, si shtet, si qytet, më falni, me intervenu atë kur kryet shitja e banesës, Po? në disa Çfarë do të thuash, ndihmoj? E banesës, mujmë me intervenu aty për me bloku, për shembull me ble shtëpinë në atë mënyrë ose atë banesë, sikur që në njëjtin çmim që ju mbo gati, për tani na si qytet më konë banesa e qytetit edhe me mujtë me bloku qerate e banesës. E kush do t'i paguaj më pas? Po të kuptojmë, nuk po i gjenë disa fjalë për të cilat dush me u shpreh. Por kush do t'i kompenzoj më pas ato pagesa? Sepse ju po e përmendni që ju do të arrini që ta bllokoni atë. Dhe çfarë do të ndodhë tutje pas këtij bllokimi? Si do ta bllokoni? Ato janë në buxhet, e buxheti i Lozanës është i madh për me mujtë me përballu ato shpenzime. Pra buxheti i komunës në këtë rast. Ashtu. Mirë, dajmë pak sa, nuk je vetëm ti shqiptar më duket në këtë kandidim, janë të tjerë shqiptar? Sa shqiptar ka? Jemi 3 shqiptar në listë të Partisë Socialiste, që kandidatomi, edhe janë 2 qerës shqiptar në qera partia, një në PLR e një në Ensemble à Gauche. Teksa po të shikoj në fakt në video, du më ta bën një pyetje kështu paksa me ndru pak shumiria për të marrë pak me politik. Faleminderit. Çfarë thon familja, të mbështesin për shembull në këtë synim tëndin për një vend si kandidat? Familja të mbështet, çfarë thot familja për këtë rrugë që ke zgjedhur? Pike parë janë pak si të befasume, dhe pike dytë janë të mbështet, se janë shumë krenar që po mujtmi si shqiptar, për shembull me një për ata, për mua është shtetja im në Zvicra, se jam lindë, jam rrit këtu, ama për ata që kanë po janë krenar që po mujtët një shqiptar, për shembull, dhe për familjen teme i familjes, me mujtë me prezentu për një komunë ose për në Zvicër. E që mujtë me pas një farë reprezentimit të kulturës tonë, të shqiptarëve në Zvicër. Aurone, po urojmë që të keni suksese, ti bashkë me shqiptarët e tjerë që planet, projektet, idete juaja të realizohen dhe të përmendën edhe mëtej shqiptarët që kryejnë punë të mëdha. Meta ta kuptojnë shumë mirë në gjuhën frënge, sepse kjo është e rëndësishme ata që do votojnë atje, se ne nga një kështu me shqipe me zi jemi kuptuar, Kështu që suksese. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat.